Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Njëmbëdhjetë persona bashkë me autorin kryesor 29 vjeçarin Sokrat Vata janë vënë në prangat e policisë dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim, lidhur me vrasjen e turistit 20 vjeçar portugez Luis Miguel Varela Mendes, brenda ambienteve të beach barit Principotes në Ksamil. 11 persona bashkë me autorin kryesor 29 vjeçarin Sokrat Vata janë vënë në prangat e policisë dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim, lidhur me vrasjen e turistit 20 vjeçar portugez Luis Miguel Varela Mendes brenda ambienteve të beach bar Principotes në Ksamil. Mes personave të shpallur në kërkim është dhe pronari në hije i beach bar Principotes, Bekim Bulica, i cili ka qenë në lokal në momentin e ngjarjes dhe është larguar pa njoftuar autoritetet për dokumentimin e ngjarjes. Policia njofton se shoqëroi në total 41 persona. Turisti portugez u vra me thik nga Sokrat Vata pas një konflikti që dyshohet se kishte nisur pas ngacmimit të një vajze. Konflikti kishte nisur brenda ambienteve të Principotes dhe pastaj u zhvendos në plazhin e Beach Bar Paradise, aty ku dyshohet se Vata e qelloi disa herë me thik portugezin. Policia njofton se bashkëpunëtori kryesor në vrasjen e turistit portugez është shtetasi David Heurtevent, banues në Tiranë, i cili sipas Bluve ka goditur me grushta 20 vjeçari në momentin që Vata e ka qelluar me thik. Në konflikt janë përfshirë dhe kamarierët e lokalit, Selimi, Bunici, Zhabina dhe Çekani, të cilët sipas policisë po ashtu e kanë sulmuar më herët me grushta turistin portugez dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes. Autori dyshuar i vrasjes 29 vjeçari Sokrat Vata u kap disa orë pas krimit në Levan të Fierit, ku ishte fshehur në bagazhin e një automjeti që drejtohej nga një shtetase turke 31 vjeç, ndërsa në automjet ndodhej dhe një 38 vjeçar po me shtetësi turke. Shtetasit turq deklaruan pasi u pyetën në polici se ishin klient të rregullt të lokalit Principotes dhe kishin krijuar një marrëdhënie shoqërore me Vatën. Ata thanë se e paguanin 29 vjeçarin për shërbime sigurie si bodyguard dhe shoqërues personal, po ashtu 2 shtetasit turq kanë pretenduar se e morën Vatën në automjet vetëm për shkak të marrëdhënies shoqërore që kishin me të. Ishin miq dhe e shoqëruan për shkak të miqësisë, mësohet të kenë thënë ata para oficerëve të policisë gjatë marrjes në pyetje. 2 persona dyshohet se e kishin fshehur 29 vjeçarin me qëllim transportimin e tij drejt Tiranës. Në momentin e ngjarjes tragjike në lokalin Principote kanë qenë në rolin e bodyguardëve shtetasit Matushaj, punonjës policie në Gjirokastës, Seferi, punonjës në Burgun e Fierit, Sheu, punonjës i policisë bashkiake Gjirokastës, dhe Koshi, të cilët kanë pasur rolin e punonjësve të sigurisë dhe nuk kanë ndërhyrë përpara ndalimin e kësaj ngjarje, si dhe pas ngjarjes nuk kanë njoftuar autoritetet e policisë së shtetit. Edhe ata janë prangosur dhe do jetohen për veprat penale, mos kallëzimi i krimit dhe mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshmërisë. Ngjarja e rëndë në Ksamil ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur shqetësime për sigurinë. Qytetarët e Vlorës, duke dënuar aktin kriminal, i shohin raste të tilla si dëmtim të imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik, ndërsa kërkojnë forcim të masave të sigurisë, veçanërisht gjatë sezonit veror. Ngjarja e rëndë ndodhur një ditë më parë në Ksamil, ku një turist i huaj u vra nga një shtetas shqiptar, ka tronditur opinionin publik në mbar vendin. Edhe pse ngjarje të tilla mund të ndodhin në çdo vend të botës, për një vend të vogël dhe me një sektor turistik ende në zhvillim si Shqipëria, raste të tilla mund të ndikojnë negativisht në imazhin dhe turizmin e vendit. Qytetarët e Vlorës shprehen të shqetësuar për ngjarjen, ndërsa dënojnë aktin kriminal. Sipas tyre, raste të tilla krijojnë pasiguri dhe mund të ndikojnë tek mënyra se si turistët e huaj e perceptojnë Shqipërinë si destinacion për të kaluar pushimet. Ata kërkojnë gjithashtu më shumë masa për ruajtjen e rendit dhe sigurisë, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur qytetet dhe zonat bregdetare presin një numër të lartë vizitorësh vendas dhe të huaj. Shqipëria me një damp të zezë, që do të vi tjetri ta vrasësh në shtëpinë tënde, është vi me pushime dhe çfarë të them. Idhim se të koka çdo njeriu më të keq. Thot ai unë erdha 5 ditë se erdha për të vrarë. Ndodhin në shtetet e tjera këto gjëra, faktikisht. Kjo bën që të ulet e turizmit, në fakt. Para ndaluar të shi, to edhe mund t'jenë në rasti se s'do ri polici në çdo njeri të ri një polic, pa diskutim, në rendi duhet jetë. Nuk mund të jetë një polic për çdo njeri. Si janë edhe për këto magja duhet të ri çdo njeri duhet ta ketë vetë, në gjegjen e gjithë.
Imazh i keq për Bregdetin tonë. Do të dëmtoj dhe ajo djegja atje në Lugomare, do të dëmtoj shumë. Po ku preda çfarë thodi, ku ndodha e gjë. Një njeri i papërgjeshëm i bën ato gjëra, s'bën ato gjëra. Si mund të vras tjetri ashtu çfarë. Neve duam të vinë njerëzit sa më shumë edhe të respektojmë edhe nderojmë edhe shtetin tonë. Turizmi mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm për zonat bregdetare të vendit. Për këtë arsye, qytetarët vlerësojnë se garantimi i rendit dhe siguria duhet të jenë prioritet në mënyrë që ngjarje të tilla të mos cënojnë imazhin e Shqipërisë si një destinacion turistik. Qarku i Vlorës gjatë vitit 2026 është përballur me një situatë më të qetë sa i përket zjarreve, krahasuar me 2 vitet e mëparshme, sipas kreut të emergjencave civile në prefekturën e Qarkut Vlorë, Robert Skëndaj. Për zjarrvëniet e qëllimshme, Skëndaj thosë se 24 persona janë ndaluar ose proceduar penalisht, ndërsa rastet vijojnë të jenë nën hetim nga organet përkatëse. Qarku i Vlorës gjatë vitit 2026 është përballur me një situatë më të qetë për sa i përket zjarreve, krahasuar me 2 vitet e mëparshme 2024 dhe 2025. Sipas kreut të emergjencave civile në Qarkun e Vlorës, Robert Skëndaj, këtë vit janë regjistruar rreth 60% më pak zjarre, krahasuar me vitin 2024, por edhe me vitin 2025. Skëndaj bën me dije se vatrat e zjarrit janë regjistruar në disa zona të Qarkut të Vlorës, por në pjesën më të madhe të rasteve ndërhyrja në kohë ka bërë të mundur normalizimin e situatës. Problematika më e madhe nga zjarret është regjistruar në zonën e Finiqit, ku për shkak të përmasave të flakëve është nevojitur edhe ndërhyrja nga ajri. Atëherë për sa i përket zbulueshmërisë zjarrvënëve, piromanëve, vlen përmendet që kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me drejtorinë vendore të policisë, deri para situatës së ditës së djeshme në Sherisht, kishin të shoqëruar në rang qarku për të gjitha situatat 24 veta, të ndaluar 8 dhe janë dhe njësër persona që janë në ndjegje në gjendje të lirë. Vlen për të përmendur që situata e djeshme në Kullota, në Shashic, që filloi në pjesën e Lapardhas, bashkisë Selenic, nga ana e postës policisë Selenicës, janë shoqëruar për të marrë pyetje si të dyshuar të mundshëm të zjarrvënies Kullotës, 4 çoban që kishin stanet në zonën e Shashicës. Një tjetër shqetësim mbeten zjarrvëniet e qëllimshme. Sipas kreut të emergjencave civile në Qarkun e Vlorës, Robert Skëndaj, 24 persona janë ndaluar ose proceduar penalisht për zjarrvëniet e qëllimshme në Qarkun e Vlorës, ndërsa rastet vijojnë të jenë nën hetim nga organet përkatëse. Atëherë, lidhur me ngjarjen e ditës së diel në mëngjes, mund të themi se për një interval kohe 1 orë e gjysmë kishim 2 ngjarje të njëkohësishme, ngjarje në Hotel Brooklyn në Vlorë, njëkohësisht edhe një agrobiznes në Finiq. Për sa i përket ngjarjes te Hotel Brooklyn në Vlorë, reagimi ka qenë i menjëhershëm në anë e strukturave të MZZ-s, por fatkeqësisht nga ana jonë ishte edhe ndodhja e aksidentimit të 5 personave, ku 6 persona 5 prej tyre u dërguan për ndihmë të specializuar në Tiranë dhe njëri mori këtu ndihmë mjekësore. Aktualisht në bazë të interesimit që ka bërë dhe prefektja çdo ditë me Ministrinë e Shëndetësisë lidhur me gjendjen shëndetësore të tyre, ditën e djeshme u informuam se personi shtetasi 25 vjeçare që ishte me djegje të shkallës lartë është dërguar për një ndihmë të specializuar në shtetin turk. Kreu i emergjencave civile në prefekturën e Qarkut të Vlorës është ndalur gjithashtu edhe zjarri i rënd që përfshiu një hotel në qytetin e Vlorës ditën e diel. Sipas tij, ndërhyrja bëri të mundur normalizimin e situatës në një kohë të shkurtër, megjithatë nga ngjarja pati persona të dëmtuar. Skëndaj ka konfirmuar edhe një herë tjetër se një prej tyre është dërguar drejt Turqisë për ndihmë më të specializuar mjekësore. Atëherë, për sa i përket sezonit veror, në lidhje me zjarret për vitin 2026, mund të themi me gojën plot që për periudhën e deri tanishme në rang qarku jemi shumë herë më mirë se viti 2024-2025 dhe mund të themi që jemi gati 50-60% më pak se këto 2 vite. Njëkohësisht lidhur dhe me kjo bashkëqëruar dhe me dëmet për sa i përket si në banesa në ekonominë private të qytetarëve.
Për vitin 2026, situatat specifike, problematike kanë qenë të vogla. Kryesisht kemi patur një situatë në Finiq, në Bregas në fillimisht, kemi pasur Shelegarin, Ksamilin, dhe vlem për të përmendur dhe situata e fundit në bashkitë Delvin, Finiq, ku krahas kapaciteteve të qarkut, u desh dhe mbështetje me forcat armatosura, si dhe ndërhyrje nga ajri, vlen të përmendet që kapja në kohë dhe koordinimi në kohë i situatës me AKMC-n bëri të mundur që në kohë rekord të mbrinin 3 helikopter dhe të organizohesh në mënyrë të përkryer mbrojtja e banesave në fshatin Kostar dhe Mesopotam në Bashkimin Finiq. Edhe pse zjarret nuk kanë munguar gjatë këtij viti, situata në qarkun e Vlorës paraqitet ndjeshëm e qetë krahasuar me vitet 2024 dhe vitin 2025. Ndërkohë 24 persona të ndaluara apo proceduar për zjarrvënie të qëllimshme tregojnë se fenomeni vijon të mbetet një problematik për autoritetet, të cilat po hetojnë rastet e regjistruara. Karaburuni dhe ishulli i Sazanit janë kthyer në një destinacion të preferuar për turistët e huaj dhe pushues vendas. Çdo ditë me skafe dhe anije turistike, qindra vizitorë nisen drejt këtyre destinacioneve, duke i cilësuar si eksperjenca unike ndërsa vlerësojnë Vlorën për detin, klimën, ushqimin dhe mikpritjen e banorëve. Vlora në pikun e sezonit veror është kthyer në të preferuarën e qindra turistëve të huaj, por edhe pushuesve vendas, të cilët siç tregojnë edhe vet, përgjatë vizitës së tyre në qytetin bregdetar, zgjedhin të vizitojnë 2 prej destinacioneve më magjike që qyteti ka, si ishulli i Karaburunit dhe ishulli i Sazanit. Me qindra turistë të huaj çdo ditë nisen në këto destinacione me skafe, gomone apo anije turistike. Ata thonë se vinë për herën e parë në Vlorë pikërisht për të provuar të tilla eksperienca unike, sipas të huajve për atraksione turistike e kanë kërkuar nëpërmjet internetit. Turistët flasin mirë gjithashtu për qytetin, teksa tregojnë se mbresa ju ka lënë ushqimi, deti, klima dhe njerëzit që i përshkruajnë mikpritës. Në Vlorë premtojnë se do të rikthehen sërish dhe qytetin do ta rekomandojnë për pushime tek miqtë e tyre në vendet e origjinës. 80% të gjërave shkojnë siç duhet. Si mas pamjeve që pam nga tableti, nga këto, besoj se do kalojnë bukur. Pasaktia është rregull, rrëmuj shumë skasis, më duket si qytete tjera. Ne vim nga Ukraina dhe jemi për herën e parë në Vlorë, zgjodhëm qytetin sepse është lirë këtu, një vend i bukur dhe ka më pak njerëz, mendoj. Tashmë ne do të vizitojmë ishullin pasi mendojmë se kjo do të jetë një eksperiencë e bukur për të gjithë ne. Për këtë destinacion kontrolluam më parë në internet. Në Vlorë më tepër më pëlqen njerëzit dhe fakti që s'ka rus këtu. Sigurisht do të vi sërish dhe do ta sugjeroj tek miqtë e mi si destinacion. I'm from Italy, from the northern part of Italy. Unë vi nga pjesa veriore e Italisë, kemi zgjedhur Vlorën për pushime. Në Itali unë jam mësuese në shkollë të mesme dhe aty kam shumë zënës nga Shqipëria, çka më bëri kurioze ta vizitoj këtë vend. Në Vlorë po më pëlqen shumë. Çfarë më pëlqen më tepër është deti, plazhet dhe njerëzit, pasi ata janë shumë mikpritës. Patjetër që do të kthehem këtu sërish. Në Itali do ta sugjeroj si destinacion për pushime. I'm from France. Marseille, yes, first time yes. Unë jam nga Franca, vi nga Marseja, jemi për herën e parë në Vlorë. Kemi zgjedhur këtë destinacion që të vizitojmë ishuj që janë afër këtu. Do të qëndrojmë sot dhe nesër në Vlorë dhe më pas do të shkojmë drejt Dërmiut. Qyteti na pëlqen shumë, është i mrekullueshëm dhe të gjithë këtu janë shumë të mirë. Plazhet janë ato që më pëlqejnë më shumë. Do të kthehem prapë këtu. Lyon. Vi nga Lioni i Francës, unë jam për herën e parë në Vlorë dhe në Shqipëri gjithashtu. Zgjodhëm Shqipërinë sepse është shumë bukur këtu. Ishullin dhe gadishullin do ta vizitojmë sot, kontrolluam më parë në internet. Patjetër që do të kthehem këtu. Egypt. No, second time. Yes, can we walk? It's very beautiful. No, it's first time in Vlorë, but second time in Albania. Jam nga Egjipti dhe vi për herën e parë në Vlorë dhe për herën e dytë jam në Shqipëri. Zgjodhëm Vlorën sepse ky destinacion na u rekomandua. Jemi këtu sot sepse është më qetë se Tirana, besoj. Jemi për herën e parë në Vlorë dhe po na pëlqen shumë. Sigurisht që do të kthehem. Australia, first time. Jam nga Australia. Në Vlorë jemi për herën e parë. Si destinacion e pam nga Instagrami. Ky qytet na pëlqen shumë, më tepër më pëlqen plazhi si dhe malet që rrethojnë atë. Tashmë do të vizitojmë edhe ishullin e Sazanit. Për këtë destinacion bashkëshortja ime kërkoi në internet. Mund të them që në të ardhmen ka shumë mundësi që të rikthehemi sërish këtu.
Duke pritur anije turistike apo skafin për të shkuar në drejtim të Sazanit apo Karaburunit, vizituar shpellën e Axhalis, Inglezit, gjejnë çdo ditë turist nga e gjithë bota, jo vetëm nga Europa perëndimore dhe lindore, por edhe nga vende të largëta si SBA, Australia, Egjipti e të tjerë. Në mbështetje të fermerëve gjatë stinës së nxehtë në Gjirokastër është siguruar vaditja e rreth 6.000 hektar tokë bujqësore. Ndërkohë, specialistët e bujqësisë apelojnë për mirëmbajtjen e rrjetit vaditës nga fermerët dhe mos depozitimin e mbetjeve urbane përgjatë kolektorëve. Rreth 6.000 hektar tokë bujqësore në territorin e Bashkisë Gjirokastër janë siguruar me vaditje të rregullt gjatë muajve të verës. Ndërhyrjet në rrjetin vaditës kanë synuar garantimin e ujit për sipërfaqet e mbjella dhe mbështetjen e fermerëve vendas në përballimin e temperaturave të larta dhe thatësirës së sezonit. Bashkia e Gjirokastrës ka ndërhyrë në rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit vaditës në disa njësi administrative ku infrastruktura ishte dëmtuar apo kishte nevojë për ndërhyrje. Përmirësimi i sistemit ka bërë të mundur furnizimin me ujë të tokave bujqësore dhe krijimin e kushteve më të mira për zhvillimin e prodhimit vendas. Sipërfaqe të konsiderueshme bujqësore shtrihen në zonat e Cepos, Antigones, Lunxhëris dhe njësi të tjera administrative, ku vitet e fundit fermerët kanë investuar në kultivimin e vreshtave, drufrutorëve, ullinjve dhe kulturave të tjera bujqësore. Vaditja e rregullt është një prej faktorëve kryesor për garantimin e prodhimit dhe ruajtjen e investimeve të fermerëve. Specialistët e bujqësisë theksojnë se krahas investimeve publike, rëndësi ka dhe mirëmbajtja e rrjetit vaditës nga vetë përdoruesit. Fermerëve u bëhet apel që të tregojnë kujdes me kanalet dhe kolektorët vaditës, duke shmangur dëmtimet dhe veçanërisht depozitimin e mbetjeve urbane, të cilat pengojnë qarkullimin e ujit dhe dëmtojnë funksionimin e sistemit, sipas Tomor Sheut, përgjegjës në Agjencinë e Bujqësisë Bashkia e Gjirokastrës. Duke filluar nga periudha e shkurt marsit, kemi filluar përpastrimin e kanaleve vaditës, ka të cilat ka 74.76 km kanale vaditës që janë në përdorim, kemi pastruar rreth 32.5 km kanale vaditës. Sipërfaqja e tokës së mbuluar në ujë nga fermerët është 5.760 hektar, nga të cilët përfitojnë 650 fermerë nga sezoni i vaditjes që aktualisht jemi duke punuar. Në Elaj, në Çepun, ku ishte prishur një gjatësi kanali e konsiderueshme, por fal punës së tonë, është arritur që të minimizohet në maksimum, madje 10 në eficiencë kanali vaditës, që sot fermerët aktualisht janë duke përfituar nga vaditja. Kemi vendosur tubo të brinjizuara rreth 330 metër linar, tubo të brinjizuara me diametër 400, kemi vendosur gjithashtu tombino, fi 600 në 150 metër linar kanale vaditës. Kjo është bërë kryesisht në njësitë administrative Cepo, Lunxhëri, Picar dhe Odrie. Prodhimet vendase përbëjnë gjithashtu një mundësi të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë lokale dhe mbështetjen e sektorit të turizmit. Në një qytet me një fluks të lartë vizitorësh, kërkesa për produkte lokale dhe të freskëta mbetet e konsiderueshme. Për këtë arsye, zhvillimi i bujqësisë dhe rritja e kapaciteteve shihet si një mundësi për të forcuar prodhimin vendas. Mbështetja e infrastrukturës vaditëse, mirëmbajtja e saj dhe bashkëpunimi mes institucioneve dhe fermerëve mbeten element të rëndësishëm për një sezon të suksesshëm bujqësor dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale të Gjirokastrës. Një alarm për lëndë plasëse ka ngritur në këmbë policinë e Vlorës mbrëmjen e të martës pas dyshimit për lëndë plasëse në një fugon në rrugën 28 nëntori në Vlorë. Mjeti dyshohet se ka qenë i braktisur prej 2 ditësh, ndërsa është tërhequr me karotrecë nga policia për verifikime të mëtejshme. Një automjet tip furgon është konstatuar i braktisur prej 2 ditësh në zonën e lagjes 28 nëntori në Vlorë, duke ngritur dyshime dhe duke vënë në lëvizje shërbimet e policisë së shtetit. Sipas të dhënave paraprake, automjeti është lënë në zonë pa një person që të identifikohet si pronar apo përdorues i tij. Përmes verifikimeve të kryera deri tani, nuk ka rezultuar se kujt i përket mjeti. Ndaj policia ka vendosur që ta shoqërojë në ambientet e komisariatit për një kontroll më të detajuar. Mjeti do t'i nënshtrohet verifikimeve të plota nga strukturat përkatëse me qëllim identifikimin e pronarit.
kontrollin e dokumentacionit dhe përcaktimin e arsyeve se pse është braktisur në këtë zonë. Mësohet se gjatë kontrolleve paraprake kanë qenë të pranishme edhe dyshimet për mundësinë e pranisë së lëndëve eksplozive në automjet. Megjithatë, deri në këto momente nuk është konstatuar prania e ndonjë lënde të tillë. Për shkak të natyrës së dyshimeve, autoritetet do të vijojnë me një kontroll të specializuar në komisariat për të përjashtuar çdo rrezik të mundshëm. Ndërkohë, mësohet se në të njëjtën zonë strukturat e policisë kanë ushtruar kontrolle edhe në disa banesa në kuadër të verifikimeve që po kryen. Policia pritet të dalë me një informacion zyrtar në lidhje me ngjarjen, ndërsa kontrollet dhe verifikimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e automjetit të braktisur dhe nëse ai ka lidhje me ndonjë ngjarje apo aktivitet të paligjshëm. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.